Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vi sot pranë jush me letrën të radhës. Sot do sjell një ngjarje që në fakt mua më ka prekur. Është kjo mosmirnjohja të cilën unë e urrej në jetë, me thënë të drejtën. Unë i urrej njerëzit të cilët janë mosmirnjohës, të cilët janë bukshkel, si thonë, ndaj asaj që ti të bëhet në jetë dhe më në fund nuk ta di tjetri, se fundja fundit nuk e ka për detyrë të ta bën ty, e kupton? Këtë letër që do ta sjell sot e ka shkruar një nën e cila ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vite me radhë, edhe kur ka kthyer në vendlindjen e saj, do të thënë djali dhe nusja kanë jetuar në vendlindje, ajo ka jetuar me djalin tjetër, ka punuar, ju ka sjellur lek, ka mbajtur djalin dhe nusën, dhe kur ka kthyer në vendlindje, nusja ja ka kthyer shpinën. Po ta shkruaj këtë letër me duar që më dridhen dhe me zemrën që më dhëmb më shumë se kur, thot. Ndoshta këto reshta nuk do t'i dëgjosh kur, biri im. Ndoshta do t'i dëgjosh kur të jem plakur edhe më shumë. Ose kur të mos jem më në këtë botë. Por unë kam nevojë t'i nxjerr nga zemra fjalët që mua më kanë mbetur peng prej vitesh. Më kujtohet dita kur ike nga shtëpia për të ndërtuar jetën tënde. Atë ditë qava por lotët i fsheha. Një nën nuk duhet të bëhet barë për fëmijën e saj, të putha në ballë dhe të thash, shko birë, bëhu i Zoti. Por nuk e dija se një ditë do të mbetesha e huaj për ty. Kur fitova llotarinë amerikane, thot nëna, dhe shkova në Amerikë tek djali tjetër, nuk shkova për qejf. Nuk shkova ta shijoja jetën. Shkova sepse doja të ndihmoja familjen time. Punova në për fabrika, në për pastrime, në kuzhina restorantesh, kam lartë dysheme që të shkëlqenin si pasqyrë, ndërsa duart e mia mbusheshin me plak. Shumë neti kam kaluar pa gjumë. Kur të tjerët festonin festa familjare, unë punoja turne nate. Kur të tjerët përqafonin fëmijët e tyre, unë shikoja fotografitë e tua dhe qaja krejtësisht fshehurazi. Paratë që fitoja nuk i mbaja për vete. I sillja në shtëpitë e ju, i dërgoja tek ju, i dërgoja për nusen tënde, i dërgoja për fëmijët e tu. Sa herë më thoshit se ju duheshin para për mobilje, unë bëja orë shtesë që ju të realizoni këto dëshira. Sa herë më thoshit se kishit nevojë për riparime në shtëpi, unë e hiqja nga goja ime bukën që vetëm ju t'ju sjell këto para. Sa herë më thoshit se kishit vështirësi, unë në të vërtetë e sakrifikoja veten time. Mendoja se po ndërtoja një strem ku një ditë unë personalisht do të kthehesha. Mendoja se po ndërtoja një familje edhe më të fortë. Mendoja se po mbyllja dashuri, por pas ka më mbjell sakrificë në një tokë që nuk e vlerësoi kur. Kaluan vitet, flokët e mi u zbardhën, këmbët filluan që të më dhëmbnin, shëndeti nuk ishte më ai i pari, dhe një ditë vendosa të kthehem në vendlindje, sa e lumtur që isha në të vërtetë. Në avion, unë qaja nga gëzimi qaja që po kthehesha. Mendoja se do të përqafoja nipërit, mendoja se do të pija kafen e mëngjesit me tim birë, me djalin tim. Mendoja se do të plakem mes njerëzve të mi. Kur mbërita, pash se shumë gjëra kishin ndryshuar realisht. Por mendova se dashuria e familjes nuk ndryshon asnjëherë, nuk ndryshon kurrë. Dhe në këtë mes unë gabova. Ditët e para gjithçka dukej mirë. Më buzëqeshnit, më pyesnit se si isha. Por shumë shpejt fillova të ndjej se diçka
Në atë mes në të vërtet nuk shkonte. Nusja më shikonte si kur unë isha mysafire. Si kur poezia vëni, si kur po hyja në jetën e saj pa leje. Në fillim nuk thash asnjë gjë. Mendova se ishte në siklet. Mendova se koha do t'i rregullonte gjërat. Por koha gjërat i bëri edhe më keq. Filluan fjalët, pastaj heshtjet, pastaj përbuzjet. Kur flisja, askush në thelb nuk më dëgjonte. Kur jepja një mendim, më shikonin krejt familja shtrëmbër. Kur përpiqesha të afrohesha me nipërit, dikush gjithmonë gjente një arsye për të larguar. Edhe një ditë dëgjova fjalët që mua në thelb më pren shpirtin. Ne jemi mësuar vetëm dhe ato fjalë mua vërtet më vranë, sepse unë nuk kisha jetuar vetëm për veten. Kisha jetuar për ju. Kisha sakrifikuar jetën time për ju. Kisha humbur vitet më të bukura të rinis duke punuar larg vendit tim për ju. Dhe tani po më thoshit se nuk kishte vend për mua. Një mbrëmje pas një debati të vogël, gjithçka shpërtheu. Nusja ngriti zërin, unë heshta dhe ti birim heshte. Dhe heshtja jote më lëndoi më shumë se çdo fjalë. Prisja të më mbroje, prisja të thoje kujdes, kjo është nëna ime, por ti nuk e the. Qëndrove i heshtur dhe atë natë kuptova se nuk isha më pjesë e asaj shtëpie. Ditët kaluan dhe situata u përkeqësua. Derisa erdhi dita që nuk do ta harroj kurrë. Dita kur më thanë që të largohesha. Nga ajo shtëpi ku kisha dërguar krejtësisht mundin tim. Nga ajo shtëpi ku kisha investuar vitet e mia. Nga ajo shtëpi ku unë e konsideroja strehën time. Mora një çantë të vogël, disa rroba, disa fotografi dhe dola jashtë. Qielli ishte i vrentur, por jo aq i errët sa zemra ime. Ula në stol, nuk e dija ku të shkoja, nuk e dija se kujt t'i telefonoja. Nuk dija si kishte ardhur puna deri këtu me thënë drejtën. Një nën që kishte kaluar oqeanin për familjen e saj, tani ishte pa derë ku të trokiste. Atë ditë nuk qava më njëherë, dhimbja ishte shumë e madhe për lot. Vetëm shikoja njerëzit që kalonin dhe pyesja veten, ku me të vërtet unë gabova? A gabova që ju deshta shumë? A gabova që ju vura gjithmonë para vetes? A gabova që sakrifikova jetën time? Ende nuk kam gjetur përgjigjen. Sot jetoj më pak, kam një dhomë të vogël, kam pak gjëra, por e kam dinjitetin tim. Unë do t'ju them, luma ato që i mbajnë nënat dhe turp ato që i nxjerrin në rrugë.